është nofulla e ngushtë, a është problematik që shihet edhe nga shpreja e fytyrës, apo është problematik që vetëm specialistët e fushës e shohin dhe e njohin? Ndoshta tani më pasi që është rritë vetë disimi, ndoshta jo mjaftueshëm te popullata jon, atëherë disa vetëm ka njohuri se si duket, po për ata që akoma nuk ka njohuri, atëherë ne kemi nofullën e sipërme dhe nofullën e poshtme, dhe gjithmonë nofulla e sipërme, pra baza e nofullës së sipërme duhet të jetë më e madhe se sa baza e nofullës së poshtme. Në ato raste, kur baza e nofullës së sipërme ngesë në zhvillim, pra është më e vogël se sa asaj të poshtme, që mund të shihet edhe me sy, por diagnostikimi i saktë bëhet nga ana e profesionistit, pra nga ana e ortodontit, atëherë themi se është një nofull e ngushtë, pra baza e të poshtmes në këto raste është më e gjerë ose më e madhe se sa e nofullës së sipërme. Pse vjen deri te nofulla e ngushtë, ka shumë faktor. Faktor kryesor mundet me qenë faktori gjenetik, pra është e trashëguar. Gjithashtu mundet me qenë çrregullimet funksionale, pra shpesh